Shiu binte fort atë pasdite të së martës, kur Ricardo ndaloi Mercedesin e zi përpara portës së varrezave. Kishin kaluar saktësisht 6 muaj nga aksidenti. 6 muaj që nga dita kur kishin varrosur atë arkivol tepër të vogël, tepër të lehtë. 6 muaj që nga çasti kur jeta e tij ishte kthyer në një boshllëk të dhimbshëm. Ai zbriti nga makina me një buqet trëndafilash të kuq që i dridhej në duar. Këpucët e tij italiane u zhytën në baltën e shtegut, por nuk i interesonte. Asgjë nuk kishte më rëndësi që kur kishte humbur Miguelin. Zhurma e pikave të shiut që binin mbi guret e varreve ishte i vetmi tingull në atë varrez të shkretë. Ricardo ecte ngadalë, si gjithmonë, duke e shtyr momentin e mbërritjes të varri i djalit. Çdo hap i dhemte, çdo frymëmarrje e digjte. Atëherë pa një figurë të vogël, me shpinë të ndalur pikërisht përballë varrit të Miguelit. Një djalë tepër i dobët, me rroba të vjetra të lagura dhe me një paterisë të improvizuar prej druri që mbante trupin e tij të shtrembëruar. Djali u kthye ngadalë dhe përshpëriti fjalët që do ta rrëzonin botën e Ricardos për herë të dytë: "Babi, jam unë, jam gjallë." Këmbët e Ricardos u drodhen, trëndafilat i rrëshitën nga duart dhe ranë në balë. Ajo zë, ai mënyrë të foluri, por nuk mund të ishte. Ishte e pamundur. "Kush? Kush je ti?" arriti të pyeste me zërin e ngjirur. Djali bëri një hap të çal drejt tij. Paterica u fut në tokën e lagur, por ai u mbaj. Kishte një mbresë të madhe që i përshkonte fytyrën nga syri i majt deri te mjekra. Këmba e djathtë i ishte e deformuar, por syt kafe ishin njësoj si të Miguelit. "Babi, jam unë, Migueli." "Djali yt. Nuk vdiqa në atë aksident. Mbietova, por askush nuk më njoh." Bota e Ricardos u rrotullua. 6 muaj duke qarë çdo natë. 6 muaj duke u mbytur në whisky, duke u përpjekur të harronte. "Kjo nuk po ndodh", përshpëriti. "Është alkooli, është mendja ime." "Jo, babi, të lutem më dëgjo." Djali u përpoq të afrohej, por gati ra. Ricardo bëri një hap instinktiv, pastaj u ndal. Nëse ishte e vërtet, nuk do ta përballonte. "Si e di që jam baba yt", bërtiti ai. "Çdo kush e di nga gazetat." Djali shpërtheu në lodh. "E mban mend mbresën në gjurin tim, kur rash nga bicikleta dhe ti u zënke me mjekun sepse donte të më qepte pa anestezi, dhe sekretin ton, netët kur luanim videolojra fshehurazi nga mami?" Këmbët e Ricardos u dorëzuan. Ai ra në gjunjë. "Miguel?" "Po, babi, jam unë." Migueli tregoi për aksidentin, për zjarrin, për spitalin publik larg qytetit, për fytyrën e fashuar, për këmbën e thyer në 3 vende. Askush nuk e dinte kush ishte. Nuk kishte dokumente, ishte i hutuar, nuk mbante mend adresën. Kishte vdekur një djalë tjetër në autobus, një fëmijë rrugë pa familje, i marrë fshehurazi nga mësuesi. Trupi i tij ishte identifikuar gabimisht si i Miguelit. Ricardo kishte varrosur një fëmijë tjetër, duke besuar se ishte i biri. Kur Migueli më në fund kujtoi adresën dhe pa në një gazet foton e babait në varrim, u përpoq të telefononte. Por shërbyesja kishte menduar se ishte shaka dhe e kishte mbyllur telefonin. I vetëm, pa para, kishte jetuar në rrugë derisa mblodhi guximin dhe e ndoqi babain në varreza. Ricardo e përqafoi fort. "Ti je gjallë, biri im. Do të kthehemi në shtëpi." Ata u ngritën dhe kaluan pranë varrit. Migueli kërkoi që të bënin diçka për djalin që kishte vdekur në vend të tij. "Do ta gjejmë emrin e tij dhe do t'i japim një varrim me dinjitet", premtoi Ricardo. Në makinë, ai telefonoi Marianën, ish gruan e tij. "Mari, duhet të ulesh. Djali ynë është gjallë. Migueli është këtu me mua." Në anën tjetër shpërtheu një klithmë mosbesimi. "Nuk po bëj shaka", tha ai. "Po vim në shtëpi." Kur mbërritën, Mariana doli me vrap, por u ndal kur pa djalin e ndryshuar, me mbresa dhe të dobësuar. "Mami", përshpëriti Migueli. Ajo u afrua me frikë, i bëri pyetje që vetëm nëna e një fëmije mund t'i dinte. Ai ju përgjigj të gjitha. Pastaj këndoi but këngën e ninullës që ajo i këndonte dikur. Mariana ra në gjunjë dhe e përqafoi. "Biri im, je gjallë." Të tre u shtrënguan në një përqafim të gjatë, duke qarë dhe duke qeshur njëkohësisht, ndërsa shiu vazhdonte të binte jashtë, sikur po lante 6 muaj dhimbjeje dhe po sillte përsëri jetën në shtëpinë e tyre. Ishte buzëqeshja e parë e vërtetë. Pas 6 muajsh.
Migueli bëri dushin më të gjatë të jetës së tij. Qëndroi nën ujin e nxehtë derisa lëkura i urrudh. Dukej sikur po lante 6 muaj pa pastërti, dhimbje dhe braktisje. Kur doli, mbi shtrat e prisnin rroba të reja. Mariana i kishte ruajtur të gjitha të birit, nuk kishte pasur zemër të dhuronte asgjë. Çdo rrobë, çdo lodër, çdo vizatim ishte ende në dhomë, por tani rrobat i rrinin të mëdha. Migueli ishte dobësuar aq shumë sa dukej sikur notonte brenda tyre. Zbriti në sallon duke çaluar me patericën në dorë. Shtëpia kishte shkallë, shumë shkallë. Do të ishte e vështirë. Do ta përshtasim gjithçka, birë. Do të bëjmë rampa. Do ta rregullojmë dhomën që të jetë poshtë. Çfarëdo që të duhet. Ricardo tashmë po planifikonte. Parat nuk kishin qenë kur problem. U ulën të tre në divan. Dona Marisa solli ushqim, shumë ushqim. Por Migueli mezi arriti të hante pak. Stomaku i ishte të kurrur nga uria e gjallë. Na trego, birë. Na trego gjithçka që nga fillimi, i lutej Mariana duke ja mbajtur dorën. Çfarë kishte ndodhur atë ditë? Migueli mori frym thellë. Të tregonte do të dhemte, por ata e meritonin të dinin. Ekskursioni ishte për në kopshtin zoologjik. Të gjithë ishin të gëzuar, këndonin në autobus, bënin foto. Ai kujtonte me sytë e humbur në të kaluarën. Ishte ulur pranë Pedrinos, shokut të tij më të mirë. Prindërit e dinin. Edhe ai kishte vdekur në aksident, po dëgjonin muzikë me kufje të përbashkëta. Pastaj u dëgjua një zhurmë e çuditshme. Autobusi filloi të lëkundej fort. Shoferi u përpoq ta kontrollonte, por nuk arriti. Dolën nga rruga dhe Migueli u ndal, mbylli sytë fort. Nuk ke pse ta tregosh tani, dashuri, i tha Mariana duke ja përkëdhelur flokët. Jo, mami, dua. Duhet ta nxjerr nga vetja. Autobusi u rrotullua disa herë. Njerëzit bërtisnin, gjërat fluturonin. Ai goditi kokën fort dhe humbi ndjenjat. Kur u zgjua, kishte zjarr kudo. Tym, erë e rënd, mezi merrte frym. U përpoq të ngrihej, por këmba nuk i bindej. Dhimbja ishte e tmerrshme. E pa që ishte e shtrembëruar, e thyrë. Ishte gjak gjithandej. Thiri Pedrinos, mësuesen Helena, por askush nuk u përgjigj. Vetëm heshtje dhe zhurma e flakëve. Pastaj pa një djalë tjetër, atë që askush nuk e njihte. Ishte pranë tij, i shtrirë, nuk lëvizte, me gjak në kokë. U përpoq ta zgjonte, por ai nuk reagoi. Migueli u zvarit jashtë autobusit duke e tërhequr trupin me dhimbje të padurueshme. Çdo centimetër ishte tortur, por ja doli. U shtri në bar duke parë qiellin, duke menduar se do të vdiste. Ishte kur erdhën zjarfiksit dhe ambulancat. Dikush tha, ky është gjallë. Pastaj ai humbi ndjenjat përsëri. U zgjua në spital, pa e ditur sa kohë kishte kaluar. Mendja nuk i funksiononte. Nuk mbante mend emrin, adresën, asgjë. Qëndroi gjatë i shtruar, ju nënshtrua disa operacioneve në këmbë. Mjekët i thanë se nuk do të ecte më pa patericë. Një ditë, kujtesa filloi të kthehej. Papritur i erdhi në mendje qeni i tyre, tot. Pastaj gjithçka, emri, prindërit, shtëpia. Kërkoi një telefon dhe telefonoi në shtëpi. Por menduan se ishte shaka dhe ja mbyllën. Kur doli nga spitali, nuk kishte ku të shkonte. Jetoi në rrugë, në hyrje kishash, në ura, duke kërkuar lëmosh. Pastaj mblodhi para për bilet autobusi dhe erdhi. Vëzhgonte shtëpinë nga larg, shite të atin që hynte e dilte, gjithmonë i vetëm, i shkatëruar. Nuk kishte guxim të trokite. Deri ditën kur e ndoqi në varreza dhe vendosi të fliste. Në sallon ra heshtje. Ricardo pyeti për djalin që kishte vdekur në vend të tij. Migueli tregoi se quhej Jo, pa mbiemër, një fëmijë rruge që mësuesi e kishte marrë nga mëshira. Askush nuk e kishte qarë. Kishte vdekur dhe ishte varrosur me emrin e Miguelit. Ricardo vendosi që do të shkonin në polici, do të bënin adnën, do të kërkonin drejtësi dhe do t'i jepnin atij djali një varrim të denjë. Mariana donte të padiste spitalin dhe të gjithë fajtorët, por Migueli nuk donte hakmarrje, vetëm të jetonte përsëri si biri i tyre. Atë natë, ai fjeti në shtratin e vet për herë të parë pas 6 muajsh. Mariana qëndroi pranë, duke e vëzhguar nga frika se mos ishte ëndër.
Në mëngjes, mjeku i familjes erdhi dhe e ekzaminoi. Mori gjak për analiza, bëri RZG, tha se këmbën mund ta përmirësonin me operacione dhe fizioterapi. Më pas shkuan në laborator për testin e ADN-s. Ricardo pagoi për rezultatin e shpejtë. Në polici, treguan gjithçka. Delegati dyshoi, por hapi hetimin dhe njoftoi se do të hapnin varrin për të verifikuar trupin. U kthyen në shtëpi të lodhur. Donin vetëm të ishin bashkë. Migueli u friksua se mos testi dilte gabim. Mariana e përqafoi dhe i tha se nuk do ta linte kur të largohej, pavarësisht nga çdo rezultat. 3 ditë më vonë, telefoni ra. Rezultati ishte pozitiv. Pa asnjë dyshim, Miguel Tavares ishte djali i tyre biologjik. Ricardo shpërtheu në lot gëzimi. Mariana ra në gjunjë dhe falenderoi Zotin. Tani askush nuk mund ta quante më mashtrues. Ai ishte në shtëpi, aty ku i përkiste. Pas 6 muajsh të varrosur, Ricardo e dinte se duhej të ishte aty. Ishte e rëndë ta pranonte, por ndjente se nuk kishte zgjidhje tjetër. Ai djalë kishte vdekur në vend të djalit të tij. Jeta e tij ishte shuar që Migueli të jetonte. Minimumi që mund të bënte ishte të jepte dinjitet, një lamtumir të vërtet, një emër dhe një kujtim që të mos humbiste në harres. Ditën e zhvarrimit shkoi vetëm. Nuk e lejoi Marianën të vinte. Nuk e lejoi as Miguelin. Ajo që do të shihte nuk ishte për sytë e tyre, nuk ishte për zemrat e tyre. Vareza ishte e zbrazët, e mbështjell nga një heshtje e rëndë, sikur edhe vetë ai respektonte atë moment. Vetëm disa punëtor, mjeku ligjor, disa polic dhe Ricardo ndodheshin aty. Me lopata dhe mjete të rënda, por me lëvizje të kujdesshme, ata hapën varrin, larguan dheun ngadalë dhe nxorën lart arkivolin e vogël. Kur kapaku u hap, Ricardo u tërhoq disa hapa prapa. Era ishte e padurueshme. Pamja, edhe më e rëndë. Ajo do të mbetej përgjithmonë në mendjen e tij. Mbetjet mortore ishin në gjendje të avancuar shpërbërjeje, por ende dallohej se ishte një fëmijë i vogël, i dobët, i veshur me rroba të vjetra dhe të grisura. Një fëmijë që kishte jetuar pa mbrojtje, pa ngrohtësi, pa një shtëpi të vërtetë. Mjeku ligjor shpjegoi se do të merrte mostra për analizë ADN për të parë nëse mund të gjendej ndonjë përputhje në ndonjë bazë të dhënash. Por ai ishte realist. Fëmijët e rrugës rrallë kishin regjistrime zyrtare. Shanset për të gjetur familjen ishin minimale. Dhe tani, pyeti Ricardo me zë të ulët. Çfarë do të ndodh me të? Nëse nuk gjendet asnjë familjar, u përgjigj mjeku, do të varroset në varrezën publike, në varr të përbashkët. Jo, tha Ricardo me vendosmëri. Kjo nuk do të ndodh. Unë do t'i jap një varrim të denjë. Një arkivol të ri, një varr të vetin, një lapidar. Me emrin e tij të vërtet kur ta zbulojmë, ose të paktën me emrin jo, siç e thërriste profesori. Mjeku ligjor e pa i habitur. Nuk jeni i detyruar ta bëni këtë. E di, u përgjigj Ricardo. Por dua ta bëj. Ai e shpëtoi djalin tim pa e ditur. Jeta e tij u shkëmbye me jetën e Miguelit. Kjo është më e pakta që mund të bëj, dhe ashtu bëri. Pagoi për gjithçka. Një arkivol të bukur prej druri, lule, një prift për të mbajtur meshën dhe një lapidar të thjesht ku shkruhej se jo ishte një djalë që nuk u harrua. Që të pushonte në paqe. Në ditën e varrimit të ri kishte pak njerëz. Ricardo, Mariana, Miguel, Dona Marisa, profesori Augusto që kishte mbijetuar aksidentin dhe disa fqinj që kishin ardhur për të treguar respekt. Migueli këmbënguli të ishte aty, edhe pse këmba i dhemte dhe paterica i rëndonte. Ai kishte nevojë të përshëndetej siç duhet. Ai djalë kishte vdekur dhe ai kishte jetuar. Nuk e dinte pse, por e dinte se nuk mund ta harronte kurrë. Kur arkivoli ul në tokë, Migueli hodhi një lule të bardhë dhe pëshpëriti, faleminderit që ke ekzistuar. Më fal që mbijetova në vendin tënd. Do të jetoj edhe për ty të premtoj. Javët që pasuan ishin javë përshtatjeje. Migueli bënte fizioterapi çdo ditë. Dhimbja ishte e fortë, por ai nuk ankohej. E dinte se ishte e nevojshme për të rimarrë sa më shumë nga jeta e tij. Historia doli në gazeta. Gazetarët telefononin pa pushim, kërkonin intervista, foto, detaje. Ricardo i refuzoi të gjitha. Familja kishte nevojë për qetësi, për kohë, për shërim. Migueli u kthye në shkollë, por jo në të vjetrën. Kujtimet ishin shumë të rënda.
Shumë shok kishin vdekur në atë aksident. Mariana gjeti një shkollë të re, më të vogël, më të ngrohtë. Në fillim ishte e vështirë. Nxënësit e tjerë e shikonin me kureshtje djalin me patericë dhe me shenja në fytyrë. Disa bënin pyetje, disa shmangeshin. Por me kalimin e kohës, Migueli krijoi miq të rinj. Miq që nuk e njihnin Miguelin e dikurshëm, por e pranonin Miguelin e tanishëm, me plagë, me histori, por më të fortë dhe më të gjallë. Hetimi vazhdoi. Spitali u padit për neglizhencë, po ashtu edhe institucioni mjekoligjor. Disa punonjës u pushuan nga puna. Procedurat u rishikuan që një gabim i tillë të mos ndodhte më. Por asgjë nuk mund t'ia kthente 6 muajt e humbur. Asgjë nuk fshinte netët në rrugë, urinë, të ftohtin, ndjenjen e braktisjes që Migueli kishte përjetuar. Në terapi ai fliste për zemërimin, për fajin që ndjente pse kishte mbijetuar kur shumë fëmijë të tjerë kishin vdekur, për frikën e vazhdueshme se gjithçka ishte një ëndër dhe se do të zgjohej sërish në rrugë. Psikologjia i shpjegonte se këto ndjenja ishin normale pas traumave kaq të mëdha. Se shërimi kërkonte kohë, por ai nuk ishte vetëm. Kishte familjen, kishte mbështetje dhe pak nga pak, plagët e brendshme do të fillonin të mbylleshin. Një vit pas ribashkimit, Migueli ishte shumë më mirë. Çalonte ende dhe gjithmonë do të çalonte, por dhimbja ishte zvogëluar. Operacionet dhe fizioterapia kishin ndihmuar. Shenjat në fytyrë ishin ende aty dhe gjithmonë do të ishin, por ai kishte mësuar të jetonte me to, ato ishin pjesë e tij, pjesë e historisë së tij. Në përvjetorin e aksidentit, familja u kthye në Vareza, te vari i Joos, quan lule dhe qëndruan për një kohë në heshtje. Atëherë Migueli tha, babi, dua të bëj diçka. Dua të ndihmoj fëmijët e rrugës, siç ishte jo. Dua të krijoj një vend ku ata të mund të hanë, të flenë, të mësojnë. Një vend ku të mos jenë të padukshëm. Ricardo e pa me sy të mbushur me krenari. Buzëqeshi me buzëqeshjen e parë të plotë dhe të lehtë që nga aksidenti. Sigurisht që mundemi, kampion. Do ta bëjmë bashkë. Dhe e bën. Pas disa muajsh, u hap instituti jo. Një hapësirë e madhe, e bukur, mikpritse, me dhoma fjetjeje, mensa, klasa, psikolog dhe punonjës social. Në ditën e hapjes kishte radhë. 10 fëmijë rruge, fëmijë të padukshëm, fëmijë që askush nuk do t'i kërkonte nëse do të zhdukeshin. Migueli i priti një nga një, shtrëngoi duart e tyre të vogla dhe të pista, i shikoi në sy dhe u tha, ju nuk jeni të padukshëm. Ju keni vlerë dhe këtu do të keni një shtëpi. Ricardo dhe Mariana i shikonin me krenari. Djali i tyre ishte kthyer ndryshe. Më i pjekur, më i fortë, më i ndjeshëm ndaj dhimbjes së të tjerëve. Vuajtja e kishte formuar në një mënyrë që një jetë e lehtë kur nuk do ta kishte bërë. Një mbrëmje, në shtëpi, u ulën të tre në divan, siç bënin gjithmonë. Migueli foli papritur, babi, mami, faleminderit. Për çfarë dashuri, pyeti Mariana. Që nuk hoqet dorë kurrë. Që më pranuat edhe kur isha ndryshe. Që më besuat. Për 6 muaj mendova se isha vetëm në botë, se askujt nuk i interesonte. Por ju gjithmonë u interesuat. Gjithmonë më dashuruat. Dhe kjo më shpëtoi. Ne të falenderojmë ty, tha Ricardo me zë të dridhur. Që u ktheve. Që luftove. Që mbijetove. Ti je dhurata më e madhe e jetës sonë. U përqafuan, ndërsa nata binte jashtë. Një familje që ishte thyer në mënyrën më të dhimbshme, por që ishte ribashkuar më e fortë, më e bashkuar, më mirënjohëse për çdo çast së bashku. Sepse në fund, ajo që kishte vlerë nuk ishin paratë, shtëpia e madhe apo makinat e shtrenjta. Ajo që kishte vlerë ishte ai përqafim, ajo dashuri, ajo mundësi e dytë që jeta u kishte dhënë. Migueli kishte vdekur në atë aksident, por kishte edhe rilindur. Dhe këtë herë, ai e dinte saktësisht se sa e çmuar ishte jeta.